profesoresha Anila Berberi, mirë se keni ardhur në këto. Mirë se u gjetëm profesorin duhet dhe me thënë të drejtën më vjen mirë kur takohemi në evente të tilla. Sot unë kam ardhur nga Parma që në pikë të mëngjesit, pasi këtu në Brescia do të hapet një shkollë e re, të cilën e konsideroj si një vepër të re bie, por edhe dashurie për ateun dhe një çështje për çështjen kombëtare. Unë jam kryetare e lidhjes së shkollave shqipe në Itali dhe të themi jam shumë e kënaqur që jam pjesë e kësaj lidhje sepse ajo përfaqëson bashkimin e të gjithë atyre atletarët që me nismat e tyre hapën shkollën, por përfaqëson edhe bashkimin e mësuesve, të cilët çdo të shtunë në shtëpitë e tyre për të gjendur pranë fëmijëve tanë, për të folur për gjuhën shqipe, për të mësuar tyre kulturën, traditët dhe zakonet tona. Duhet ta kemi parasysh që ne fëmijëve nuk u mësojmë thjesht shqipen, pra nuk u mësojmë thjesht të shkollat tona nuk janë thjesht mjedise ku ne i mësojmë të shkruajnë dhe të lexojnë, por janë mjedise kujtese dhe shprehse, pasi aty dëgjojmë zërat e gjyshes, minullat e nënës, dëgjojmë legjendat historitë tona dhe mbi të gjitha krijojmë ura bashkëpunimi për forcimin e identitetit dhe të përkatësisë sonë. Sigurisht që lidhja e shkollave të gjuhës shqipe në Itali nuk lind si rastësi, por lind si një nevojë e bashkimit të gjitha shkollave për të ngritur në një hap më cilësor. Në qendër të vëmendjes së saj është rritja e bashkëpunimit mes mësuesve, mes koordinatorëve të shkollës, në mënyrë që të kemi të gjithë bashkë një rritje cilësore, duke përfituar nga përvojat dhe nga shkëmbimet e përvojave me njëri tjetrin. Mund të them që fëmijët tanë e meritojnë këtë, sepse këto shkolla në një farë mënyre janë bërë edhe si ura bashkimi midis fëmijëve tanë dhe vendeve të origjinës, pra Shqipërisë dhe Kosovës. Gjithashtu, sot mbaj në dorë një libër, një tekst shkollor, dhe për këtë duhet falenderoj shumë institucionet shqiptare, si të Ministrive të Arsimit dhe të Kulturës të Shqipërisë dhe të Kosovës, që kanë arritur të hartojnë të kenë një strategji dhe një vizion, dhe nëpërmjet Qendrës së Votimit për Diasporës kanë arritur të krijojnë një tekst unik të përshtatshëm bashkëkohor për gjuhën dhe kulturën shqiptare për të gjithë fëmijët kudo që studiojnë gjuhën shqipe në diasporë. Përveç kësaj, ata kanë qenë një ndihmë e madhe jo vetëm për nxënësit nëpërmjet përgatitjes së teksteve shtesë, plotësuese apo lojrave didaktike, por ka qenë një ndihmë edhe për vetën e mësuesit, sepse organizojnë trajnime të vazhdueshme për ngritjen tonë cilësore, duke ecur edhe në hapin e kohës me kërkesat teknologjike e të tjera. Ju falenderoj për fjalët tuaja, mbi gjitha ju falenderoj për prezencën tuaj në rihapjen e shkollës 7 marsi. Për mua ka qenë një kënaqësi shumë e madhe kur mora vesh që do të rihapet shkolla, sepse unë e di punën që ka bërë profesor Nduesh Abaku dhe bashkëshortja e tij përpara Covidit. Ata kanë qenë, ju keni qenë flamurtarë të themi të përhapjes së gjuhës shqipe në Itali dhe keni qenë edhe mësuesit e mi, pasi unë kam ardhur pas vitit 2019, pra pas Covidit, dhe ju keni qenë ata që keni qenë pjesë e përvojës sime dhe e ndarjes së kësaj përvoje me të tjerët. Kështu që qenia ime, prezenca ime në këtë rihapje shkolle është edhe dëshira ime personale në respekt të punës që keni bërë ndër vite, por edhe në respekt të hapjes së reja, domethënë të këtij eventi kaq të rëndësishëm për hapjen e shkollave të reja, batrave të reja të dijes, ku mund të mësohet shqip. Ju falenderoj për prezencën dhe për fjalët tuaja. Ju falenderoj edhe unë.